edhe thjesht e pash në një moment që nuk ishte pash që s'ke kur gjo. Kishte diçka aty. Edhe unë kam edhe kontakte prej televizionit, emisioneve që i kam bajt, po kam edhe shumë shoqe psikologit, kështu që u drejtova ata. Normalisht për shkak të raportit miqësor që u kam ata nuk mund të trajtonin, kështu që më udhëzon te dikush që unë s'kisha një raport. Fillova unë terapin me Jolën. Jola është terapistja ime, edhe njëkohësisht Jola më udhëzoi te psikiatria, sepse konsideronte në atë moment që unë kisha nevojë të konsultohem edhe me një psikiatër përveç psikologut. Kështu që unë kam filluar me terapi, me antidepresant, me qetësues në atë periudhë kohore dhe kaloj shpejt për 1 muaj e gjysmë unë vetëm se u stabilizova, po pastaj ato shqetësimet e tjera të mijat në atë periudhë kohore edhe mu rikthye edhe një herë një farë lloj bumi tjetër. Kështu që 9 muaj e ca kam qenë me terapi, kam luftuar shumë fort për ta tejkaluar sepse varet shumë edhe sa vullnet ke ti për t'u bë më mirë.